S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Por jemi të gëzuar, siç e keni parë në mediat sociale, që kemi një folës të ftuar. Ai është themeluesi dhe drejtuesi i Institutit për Studime Rinore, është i martuar, ka një djalë, jeton pranë Chicagos, që në fakt sot më tha që në Chicago ka rreth 120.000 shqiptar. Pra një komunitet gati për ta për një ICF që nga. Dhe është mes nesh për të ndarë sot nga fjala Mark Anderson. Welcome, Mark. We're happy to have you among us. Hello, everyone. Përshëndetje të gjithëve. Can you hear me okay? Më dëgjoni? And can you see me okay? A më shikoni qartë? And how does my hair look? Si duken flokët e mia? It's a pleasure to be with you today, and I understand it's a special day. Është kënaqësi të jem me ju sot, kam marrë vesh që është një ditë e veçantë. It's International Women's Day, and it's Mother's Day here. Është dita ndërkombëtare e gruas në gjithë botën, por këtu festohet edhe si dita e nënës. So I had to message my wife and celebrate her today. Kështu që më duhet t'i shkruaja edhe unë gruas, edhe ta uroja. I'm sure she and my son wish they were with me today. Jam I sigurt që ajo dhe djali im do donin të ishin këtu me mua sot. So I greet you on their behalf. Kështu që ju përshëndes në emër të tyre. Given that it's Mother's Day, Meqense është dita e nënës, I want to share with you a little bit of my testimony. dua të ndaj me ju pak dëshminë time. I came to trust in Christ when I was a teenager. Unë I kam besuar Jezusit kur isha adoleshent. But like many young people, I didn't stay connected to the church. Po si shumë të rinj nuk qëndrova I lidhur me kishën. I wasn't reading the Bible and fellowshipping with other believers. Nuk po lexoja Biblën, nuk kaloja kohë me besimtarë të tjerë. And so I left home and I joined the military. Kështu që u largova nga shtëpia dhe shkova në ushtri. And as a soldier, I made a decision that I would forget about religion and forget about God. Edhe si ushtar mora vendimin do ta lija pas besimin, Perëndin. And in the Bible, in Luke chapter 15, we learn about the prodigal son who ran away from his father. Në Bibël ne lexojmë tek Ungjilli sipas Lukës kapitulli 15 për djalin plankprishës që u largua nga shtëpia dhe la baban. And he went to a foreign land seeking pleasure. Edhe ai vajti në toka të huaja për të kërkuar kënaqësi. That was my story. Kjo ishte historia ime. I rebelled from the Lord and I sought pleasure in this world. U rebelova ndaj Perëndis edhe kërkova kënaqësi në këtë botë. And I want to tell you today, I'm so thankful for women that prayed for me. Dhe dua t'ju them sot që jam shumë e njohës për gratë që janë lutur për mua. In my life, my mother was always praying. Në jetën time, nëna ime ishte gjithmonë duke u lutur, My grandmother was praying, gjyshja ime ishte duke u lutur, and my great-grandmother was praying. dhe stërgjyshja ime ishte duke u lutur për I mua. remember as a child, I went to my great-grandmother's house. Mbaj mend që si fëmijë shkoja tek shtëpia e stërgjyshes, She always had candies in the jar, ai kishte gjithmonë karamele në një kavanoz, but she also had several Bibles in her house. por kishte edhe disa Bibla në shtëpi. And I saw that on top of her piano, she had a stack of Bibles. Edhe shikoja që mbi pianon e saj kishte një pirg me Bibla. And I remember opening one up, and I saw the date she started reading that Bible and the date she finished. Edhe mbaj mend që hapa njërin dhe gjeta aty datën kur e kishte filluar ta lexonte Biblën dhe datën kur e kishte mbaruar. And of just that one Bible amongst many, she had read it 64 times. Edhe vetëm atë Bibël nga të gjitha që kishte mbi piano, vetëm atë e kishte lexuar 64 herë. My great-grandmother was a woman who knew the Word of God, and she prayed the Word of God. Stërgjyshja ime ishte një grua që e njihte shumë mirë fjalën e Zotit dhe lutej sipas And fjalës. she was waiting on me to turn my heart back to the Father. Edhe po priste me durim që unë t'i ktheja zemrën Atit. I'm so grateful she prayed for me because soon I returned home. Jam shumë e njohur që ajo lutej për mua sepse shumë shpejt unë u ktheva në shtëpi. Mothers, grandmothers, keep praying for your children and grandchildren.
Nëna, gjyshe, vazhdoni të luteni për fëmijët tuaj edhe për niprit dhe mbesat The tuaj. church needs women who will pray and know God's word. Amen. Kisha ka nevojë për gra që luten fort edhe njohin fjalën e Perëndis. Amen. I want to encourage you. As you wait on the Lord. Dua t'ju inkurajoj teksa prisni në Zotin. We all go through seasons where we wait. Të gjithë kalojmë në përfaza kur presim. We're waiting for an answer to our prayer, Presim për një përgjigje ndaj lutjeve, waiting for a miracle, presim për një mrekulli, waiting for a rebellious child to return home, presim për një fëmijë rebel që të kthehet në shtëpi, waiting on God to mend a broken relationship, presim nga Perëndia që të riparojë një marrëdhënie të dëmtuar, perhaps a strained marriage. ndoshta një martesë që po vuan, We're waiting on the promotion at work. apo një promovim në punë. In our lives, we always have periods of waiting. Në jetën tona ne kemi gjithmonë periudha pritjeje. And I want to encourage you from God's word during your period of waiting. Dhe dua t'ju inkurajoj ju nga fjala e Perëndis për periudhën tënde të pritjes. We're going to look at one verse in the Bible, Do shohim bashkë një varg në Bibël, Isaiah chapter 40, verse 31. Isaia kapitulli 40, vargu 31. I'll read it and then we'll pray and ask the Holy Spirit to open our minds and hearts. Unë do ta lexoj dhe pastaj do të lutemi e do t'i kërkojmë frymës së Shenjtë na hapi zemrat dhe mendjet. They who wait for the Lord shall renew their strength. Ata që presin, ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja. They shall mount up with wings like eagles. Ngrihen me krah si shqiponja. They shall run and not be weary. Vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. They shall walk and not faint. Edhe ecin pa u lodhur. M'falni se lexova gjithë vargun. Amen. Amen. Let's pray. Le të lutemi. Heavenly Father, we thank you Atë qellor ne të falenderojmë. for the opportunity to study your word. Të falenderojmë për mundësinë që kemi për të studiuar fjalën tënde. Help us in these next minutes to focus our thoughts on you. Na ndihmon në këto minutat që pasojnë të fokusohemi tek ti. Stir our emotions and help us feel you. Trazoj emocionet tona dhe na ndihmoj që të ndjejmë ty. And we ask that your Holy Spirit would show us what to do and say for you. Edhe ne kërkojmë që fryma e shenjtë do na tregojë çfarë të bëjmë dhe çfarë të themi për ty. God, we want to be hearers and doers of your word. Perëndinë duam të jemi dëgjues dhe bërës të fjalës tënde. In Jesus' name, amen. Në emrin e Jezus. Amen. Amen. I want to share with you just some observations from our text. Dua të ndaj me ju disa vëzhgime nga ky tekst. The first thing that happens when we wait is stress. Gjëja e parë që përjetojmë kur ne presim është stresi. There is stress from the waiting. Ka stres që ndërtohet nga pritja. Some translations say those who wait for the Lord. Disa përkthime thon ata që presin për Zotin. Others translate this word hope, those who hope for the Lord. Disa përkthime të tjera e kanë si versioni ynë, ata që shpresojnë në Zotin. And still other translations of the Bible say those who trust in the Lord. Dhe disa përkthime tjera thot ata që besojnë tek Zoti. The original Hebrew word is closer to the word wait. Fjala e hebraisht që është përdorur është e afërt me fjalën pres. And waiting involves trust and it leads to hope. Dhe pritja përfshin besimin që çon në shpresë. But the original word here for wait has a special meaning. Por fjala origjinale këtu për pritjen ka një kuptim të veçantë. The word was often used of 2 or 3 ropes twisted together and under great pressure and tension. Kjo fjalë përdorej për 2 litar që përdridheshin bashk dhe shtrëngoheshin fort me shumë tension edhe duke ushtruar shumë presion. And as I was studying this passage, I was reminded of my childhood. Edhe teksa po e studioja këtë pasazh më kujtua fëmijëria ime. I was reminded of a small toy airplane like this. U kujtova për një lodër, një aeroplan lodër që kisha si ky. It's made of very light wood Është e bërë nga dru shumë i lehtë. and it has a propeller in the front. Ka një helik aty para
And as you twist the propeller, Edhe ndërsa ti e lëviz helikën, the rubber band underneath becomes tighter. ky litari prej gome shtrëngohet, akoma tendoset më shumë. And the more you twist the propeller, Sa më shumë e lëviz helikën, the more tension and stress is on the rubber band. aq më shumë tension ushtrohet mbi atë litar elastikun prej gome. And sometimes when we wait on the Lord, we feel this tension. Dhe ndonjëherë kur ne presim në Zotin e ndjejmë të tensionin. Physically, we might feel sick. Fizikisht mund të ndihemi të smur, pa qef. Mentally, we might have anxiety. Mendërisht mund të fillojmë të kemi ankth, That's because it's difficult when we wait. sepse është e vështirë kur pret. The stress is a natural part of the process. Stresi është pjesë e natyrshme e procesit. When I was a child, I would be very scared of this process Kur isha fëmijë kisha shumë frikë nga ky procesi, because the more I turned the propeller, the more I could feel the tension in the airplane. sepse sa më shumë që e lëvizja helikën, aq më shumë e ndjeja atë tensionin tek aeroplani. A few times I would slip and the plastic of the propeller would cut my finger. Ndonjëherë unë e lëshoja helikën dhe ai elastiku pastaj mund më priste gishtin. And then I would be concerned that the rubber band was under too much stress and would break. Ooh, like that. Dhe po ndonjëherë kisha dhe merakun që mos po e tendosja shumë të elastikun dhe do kputej. And so I was always concerned if I was doing it wrong or too hard. Edhe domethënë isha gjithmonë i shqetësuar, po e bëja këtë gjën si duhet, mos po e shtrëngoja më shumë apo po e shtrëngoja mjaftueshëm. But the word in the original language for Fjala, wait, fjala në hebraisht, në origjinal për pritjen, it has a unique meaning to it. ka një kuptim, domethënie unike. It was used of a spider waiting to catch a bug in its web. Përdori edhe për merimangën që priste për të kapur me rrjetin e saj një insekt. The same word could be used for a soldier waiting in ambush to catch the enemy. E njëjta e fjalë mund përdori për ushtarin që priste me ankth për të kapur armikun. What does this mean for us today? Po çfarë do thotë kjo për ne sot? It means that waiting has purpose. Kjo do të thotë që pritja ka një qëllim. Just like the tension that comes from me twisting this propeller, it's for a reason. Ashtu si ai tensioni që ndihet elastiku kur lëviz helika ka një qëllim. But as Christians, we don't wait on an idea or a concept. Po si të krishterë nuk presim për një ide apo një koncept. We wait on the Lord. Ne presim në Zotin. And the word here in the original language is Yahweh. Dhe fjala në origjinal këtu është Jahve. Yahweh is the name for the Jehovah. covenant God, the God of relationship. Sorry, Yahweh, it's the name for the covenant God. For the covenant. The God of relationship. Jehova është emri i Perëndisë të beslidhjes, Perëndia i marrëdhënies. This reminds me, just like this airplane, Dhe kjo më kujton që njësoj si ky aeroplani, I am always keeping my eye on the rubber band unë jam vazhdimisht duke parë atë elastikun, and I'm holding it firmly in my hand. edhe po e mbaj fort në dorën time. The same is true for you and me when we go through stress. E njëjta gjë është për ty dhe mua kur ne ndjejmë stres. Yahweh, the God of relationship, Jehova, Perëndia i marrëdhënies, He sees you and holds you in His hand too. Perëndia i beslidhjes të shikon edhe të mban ty. He knows what you're going through Ai e di çfarë ti po kalon. and He cares for you in this process. Edhe ai kujdeset për ty gjatë këtij procesi. When I go through these stressful times of waiting, Kur unë kaloj në këto periudhat stresuese të pritjes, I ask God the question, God, what are you teaching me? unë i bëj pyetjen Perëndis, çfarë po më mëson mua? Because I want to trust Him. The Bible says, trust God with all of our heart. Sepse unë dua t'i besoj atij. Bibla thot besoj Perëndis me gjithë zemrën tënde. Lean not on our own understanding. Mos u mbështet në gjykimin In tënd. all our ways, acknowledge Him. Në të gjitha rrugët e tua njihe atë. God, what are you teaching me? Perëndi, çfarë po më mëson mua? He might be teaching me something about Himself.
Ai mund të jetë duke të mësuar diçka për veten e tij, reminding me that he's present in the midst of this suffering, për të më kujtuar që ai është afër dhe i pranishëm dhe në mes të vuajtjes. reminding me that he has a plan and purpose for my life. Më kujton që ka një plan edhe qëllim për jetën time. He might be teaching me something about myself. Mund të jetë duke më mësuar diçka për veten time. And oftentimes, I find he's teaching me something about the situation. Dhe shpesh un kam zbuluar që ai është duke më mësuar diçka lidhur me situatën. And I just need to trust that I'm in his hand and he sees me. Edhe thjesht duhet të besoj që jam në duart e tij i sigurt dhe ai më shikon. Friends, there's stress from waiting, but it's for a purpose. Miq, ka një stres gjatë pritjes, por i shërben një qëllimi. The second thing that happens during the waiting time Gjëja e dytë që ndodh gjatë kohës së pritjes is there is strength from waiting. është se Strength. vjen forcë nga të priturit. Our Bible text says those who wait for the Lord will renew their strength. Vargu thot, ata që shpresojnë në Zotin, ata që presin në Zotin, marrin forca, fitojnë forca të reja. In the original language, the word renew had special meaning. Në origjinal, kjo fjala fiton ka një kuptim të veçantë. If someone was sweeping up the dust on the floor from one room to another, Nëse dikush do të fshinte pluhurin nga një dhomë në tjetrën, they used this same word. ata përdorin të njëjtën fjalë. They also use this word for the seed in the ground that begin to sprout and come out of the ground and form a plant. Ata e përdorin këtë fjalë edhe për farën që është mbjellë në tokë dhe kur fillon të çajë dhe ende të dali si filiz i ri. The word renew means to break through. Fjala fitojnë aty ka kuptimin të ripërtërijet, të çaj para, And it says, breakthrough. you'll renew your strength. Vargu thot, do të fitojnë forca të reja. The word here can be used for nutritious, rich, healthy soil. Fjala fitojnë këtu apo ripërtëri mund të përdoret për një tokë më të pasur dhe më të shëndetshme. So the seed in the ground that's about to break through is in good soil. Ajo fare që është mbjellë në tokë, kur ajo lulëzon, do thotë që është në tokë të mirë. It's being strengthened so that it can come through. Pra i është dhënë forca që mund të çajë dhe ende të çelë. The word for strengthen is also used for a small animal. Fjala për forca të reja përdoret edhe për një kafshë të vogël, I didn't warn you about this. It's the animal, the chameleon. Do you know the chameleon? kameleoni. Do you know it? It changes its color. Kameleonin e dini që ndryshon ngjyrën. Later go to YouTube and look up chameleon. Mund ta shikoni në YouTube, po kemi parë ne. I saw a video once of someone who had many mobile phones, red, blue, green, black cases. Sepse pash një herë një video me dikush kishte vendosur ato kapakët, kasat e telefonit me ngjyra të ndryshme. And as the chameleon walked on top of them, it changed its color to Dhe match the phone. kameleoni kalon sipër atyre dhe ndryshon ngjyrën që të përshtatet me ambientin. Here in this text, Isaiah the prophet is reminding the Israelites Këtu në këtë pasazh, profeti Isaia është duke kujtuar popullin e Izraelit. you're going through stress, but it's for a purpose. Ju po kaloni në një kohë të vështirë, por i shërben një qëllimi. God has you in a place where he's growing and maturing you. Perëndia të ka vendosur në një vend ku ai po të rrit, po të maturon ty. He's going to give you an opportunity to break through and experience new heights. Ai do t'japë ty një mundësi të lulëzosh, të çelësh edhe të arrish lartësi të reja, të rritesh. This process of stress and strength will transform you. Ky proces i stresit dhe fuqisë do të transformoj. Now, tomorrow morning, I'm going to leave on an airplane. Nesër në mëngjes unë do të largohem me avion. And as that airplane takes off, it's going to be under great stress. Kur avioni merr atë vrullin për të ngjitur, ka një presion shumë të lartë. But that stress is going to build strength so that it breaks through the clouds.
Por është ky presioni që do të ndërtoj fuqinë që avioni të ngrihet e të çajë përmes rreve. Friends, when we wait on the Lord, He is transforming us to be more like Him. Për shembull, kur jemi duke pritur në Zotin, në fakt ai është duke na transformuar ne që të bëhemi më shumë si ai. And He's taking us from where we are to where He wants us to be. Ai po na merr nga aty ku jemi për të na çuar atje ku ai do të jemi. When I was a child playing with a small airplane, I didn't like the stress and tension. Kur unë isha i vogël dhe luaja me këtë avionin, nuk më pëlqente ai stresi dhe tensioni që ushtroi. But I soon realized it created strength in the propeller. Por shumë shpejt e kuptova që në fakt krijonte forcë tek helika. If I stopped the process of stress Nëse unë ndaloj procesin stresues, and I threw it too soon, it wouldn't go very far. edhe e hedh shumë shpejt, nuk do shkoj shumë larg. Të gjithë e kemi provuar. It needed the stress to develop the strength. I duhet ky niveli i tendosjes i stresit për të krijuar forcë, fuqi. And I have found the same to be true in my own life. Dhe unë e kam zbuluar që kjo të jetë e vërtetë edhe në jetën time. So during these times, I ask myself, what is God teaching me? And then where is God taking me? Prandaj gjatë këtyre kohëve në jetën time unë bëj dy pyetje. Çfarë po më mëson Perëndia dhe ku po më çon Perëndia? This type of question can help us understand what God is teaching us about Himself in the situation. Këto pyetje na ndihmojnë ne të kuptojmë se çfarë po na mëson Perëndia në atë situatë. It can help us experience and understand what He's about to do in our life. Të përjetojmë dhe kuptojmë çfarë do bëjë ai në jetën tonë. So, stress comes when we wait, Pra, stresi vjen kur ne presim, but strength also comes. por edhe fuqia vjen, forca vjen. The third thing that comes when we wait is that we soar. Gjëja e tretë që vjen kur ne presim, pastaj ne hapim krah dhe fluturojmë. One translation in English says we will mount up. Një përkthim në anglisht thot ne ngjitemi lart. Another translation says soar. Një përkthim tjetër do të thotë që si shqiponja që kur hap krahët shkon në lartësi të reja, fluturon. Yesterday I had a wonderful tour of the city Dje unë bëra një tur fantastik të qytetit, and I saw several pigeons all over. edhe pas shumë pullumba. This text is not referring to the pigeon. Ky teksti nuk I referohet pullumbave. The pigeon may only go 3 or 4 meters, maybe 10 meters high. Pullumbat mund të fluturojnë maksimumi 10 metra lart. This text is referring to the eagle, Ky tekst I referohet shqiponjave, who can soar at maybe 100 meters high. që fluturojnë ndoshta 100 metra lartësi. If you come visit me near Chicago, Nëse vini më vizitoni afër Chicagos, you'll see I live right next to a beautiful river. do të shikoni që unë banoj në anë të një lumi shumë të bukur. And every now and then we'll see an eagle or a falcon. Edhe her pas here ne shikojmë shqiponjë ose falkua. These are powerful birds Këta janë zogj shumë të fuqishëm, who can go from 50, 60 meters height që mund të shkojnë 50-60 metra lartësi. and can come down very fast and grab a fish or a mouse. Zbresin poshtë me shumë shpejtësi dhe kapin një peshk aty në lum ose në një mi në anë të lumit. And then immediately begin to soar high. Edhe me njëherë ngjitet lart shumë shpejt fluturon. Here the prophet Isaiah was reminding the Hebrew people, Këtu profeti Isaia po kujton hebrejt. you're in a stressful time right now, Jeni në një kohë të stresuar tani, but it's for a purpose. por I shërben një qëllimi. God is developing strength within you Perëndia po zhvillon fuqinë brenda teje, to become more like Him, të bëheni më shumë si ai, to transform you, për t'ju transformuar ju, to transform the situation you're in. për të ndryshuar situatën në të cilën ndodheni. But the same God who has you in His hand Por është I njëjti Perëndi që të ka ty në duart e tij, is going to help you soar and reach a height you never thought possible. do të ndihmoj ty të fluturosh dhe arrish një lartësi që as e kishe imagjinuar që ishte e mundur. Amen? Amen. As a child, I would get very excited and want to throw the airplane. Si fëmijë kisha shumë qejf që ta lëshoja aeroplanin, But I didn't understand much about
aerodynamics or the science of air. Po nuk dija shumë nga aerodinamika apo si lëvizari në aspektin shkencor. If I threw the airplane into the wind or against the wind, it wouldn't go very far. Nëse unë e hidhja aeroplanin në drejtim të kundërt me erën, nuk do të shkonte shumë larg. I had to wait for the wind and throw it with the wind. Duhet të prisja kur era të frynte që ta hidhja në drejtimin nga fryndera. I'm reminded that the Hebrew word for spirit Unë u kujtova që fjala e hebraisht që përdoret për frym is the same word for wind. është e njëjta fjalë që përdoret për erë. We can trust the Holy Spirit. Ne mund t'i besojmë frymës së No shenjtë. matter what you're going through, trust the Holy Spirit and His guiding and direction in your life. Nuk ka rëndësi se çfarë po kalon. Besoj frymës së shenjtë dhe ku po të drejton jetën tënde. He will help you and transform you Ai do të ndihmojë dhe do të transformojë ty. and take you to a new level. Amen. Do të çojë ty në nivele të reja, në lartësi të reja. Amen. The good news is God created us to be with Him, Lajmi I mirë është që Perëndia na ka krijuar ne për të qenë me të. but our sin separates from God like they do one another. Por mëkati na ndan prej tij siç na ndan dhe nga njëri tjetri. And none of our sins can be removed by any of our good religious deeds. Asnjë nga mëkatet tona nuk mund të largohet për shkak të veprave tona të mira apo fetare. So Jesus came to pay the price for our sin. Prandaj Jezusi erdhi për të paguar çmimin për mëkatet tona. And He died and rose again. Ai vdiq dhe u ringjall përsëri. And everyone who trusts in Him alone has eternal life. Dhe kushdo që beson në të ka jetën e përjetshme. And that life with Jesus starts now Jeta me Jezusin fillon në atë moment and it lasts forever. dhe zgjat për gjithmonë. Is it easy now? No. Tani a është e lehtë tani? Jo. Are we alone now? No. Por a jemi ne vetëm tani? Jo. He hasn't left us. The Holy Spirit is with us. Ai nuk na ka braktisur. Fryma e shenjtë është me ne. So while you wait, remember these three things. Prandaj ndërsa prisni, kujtoni këto tre gjëra. There's stress, Ka stres, but that's going to build strength. por ky stres do ndërtoj fuqi, forcë. And in time, you will soar. Dhe me kalimin e kohës ti do të fluturosh lart. A question you should ask yourself during this time is, who are you telling? Who can you tell about this? Pyetja që duhet I bësh vetes tënde gjatë kësaj periudhe është kujt mund t'i tregoj për këtë gjë. Tell people about God. Tregoj njerëzve për Perëndin. Tell them about His goodness and your faith in Him. Tregoj për mirësinë e tij dhe besimin tënd tek ai. As we conclude our time, I want to give you a few responses. Teksa do mbyll mesazhin tim, dua t'ju sugjeroj disa përgjigje. While you're waiting, discover what God is teaching you. Ndërkohë që pret, zbulo çfarë po të mëson Zoti ty. Discern where God is taking you. Dallo ku po të çon Perëndia ty. Discernment, the original word means to lean into and listen. Të dallosh, fjala origjinale do thot të zgjatesh edhe të dëgjosh me kujdes. Yesterday, I was talking with Pastor Altin. Dje po bisedoja me pastor Altinin, I was telling him about a deep desire I've had in my heart for 6 years. po I thoja për një dëshirë të thellë të zemrës sime për 6 vite. It's a good desire. It's from the Lord. It's not like I want to do something rebellious or wicked. Është një dëshirë e mirë, është nga Zoti, nuk është që po ndaja në një dëshirë që ishte e keqe. And I'm thinking about it all the time. Edhe mendoj për atë dhe gjën gjithkohon, But I also have to pray and listen to God por duhet edhe të lutem e të dëgjoj Perëndin. and talk to other believers and get counsel and wisdom. Edhe flas me besimtarët e tjerë që të marr këshill, të marr urtësi. All of this is helping me discern where God is taking me. Të gjitha këto më ndihmojnë mua që të dalloj ku po më çon Zoti And mua. then the third thing that we can respond with Edhe përgjigja, reagimi I tretë që mund të kemi është is declare what God is doing in our life. Let others know. të shpallim atë që Perëndia po bën në jetën tonë. Thuajo atë të tjerëve, bëje të ditur. And don't just wait till you're soaring. Dhe mos prit deri kur të fluturosh. Tell people that God is faithful even in the stressful times too. Thou njerëzve që Perëndia është besnik edhe në kohët e vështira. There's stress from waiting. Ka stres kur pret,
There's strength from waiting, por ndërtohet forcë kur pret. but we serve a God who allows us to soar. Amen. Por ne i shërbejmë një Perëndije që do të lejojë që ne të fluturojmë lart. Amen. Before we close in prayer, I have a question. Përpara se ta mbyll në lutje kam një pyetje. Would you like me to throw the airplane? Doni që ta hedh aeroplanin apo jo? Yes. Okay, you need to watch out, okay? Okej, duhet keni kujdes, se Runi Are you se ready? ka shtrënguar ja gjithë mesazhet ataj. Oh, Wow. there it goes. Woo! Okay, so physics just proves a spiritual principle. Fizika sapo testoi dhe e provoi parimin biblik. Because we're people of faith, Për shkak se ne jemi njerëz të besimit. we believe ultimately, no matter how difficult this world is, Ne besojmë që në fund të ditës, pavarësisht sa e vështirë kjo botë është, that one day our Heavenly Father will welcome us një ditë Ati qellor do të na mirëpresnë and we will experience a new heaven and earth. Amen? dhe ne do të përjetojmë parajsën, qiellin dhe tokën e re me të. Amen. Let's pray together. Le të lutemi bashkë. Heavenly Father, we thank you Atë qellor ne të falenderojmë. that you're with us Të falenderojmë që jemi ne. as we wait, Jemi ne ndërsa presim. that you are worthy of us waiting. Ti e i denj për pritjen tonë. We thank you that you have us in your hands. Të falenderojmë që na mban në duart e tua. God, help us understand the purpose behind the waiting. Perëndi na ndihmo të kuptojmë qëllimin që fshihet pas pritjes. Help those that are dealing with enormous stress right now. Ndihmo ato që po përballen me stres shumë të madh në këtë moment. Maybe the stress is caused of physical sickness. Ndoshta kanë një sëmundje fizike, një sfidë fizike. Maybe the worry and frustration in their minds is causing them to lose sleep. Ndoshta shqetësimi në mendjen e tyre po i bën të jenë pa gjumë. Maybe they've begun to doubt you. Ndoshta kanë filluar të dyshojnë ty. God, remind them that you are the God of relationship, Perëndi kujtoi që ti je Zoti i marrëdhënieve. the God who holds us in your hand, Zoti që na mban në duart e veta. the God who is always watching us. Perëndia që na shikon vazhdimisht. And you know the pressure we can take. Edhe ti e di sa mund të mbajmë ne. God, help us understand what you're teaching us. Perëndi na ndihmo të mësojmë të kuptojmë se çfarë po na mëson. Lord, we invite you to develop and strengthen our character. Zot, të ftojmë që të zhvillosh dhe forcosh karakterin ton. Give us the mind, the thoughts of Christ. Na jep mendjen edhe mendimet e Krishtit. Give us the heart and the feelings of Christ. Na jep zemrën dhe ndjesitë e Krishtit. And help us to act like Christ in what we say and do. Edhe na ndihmo të sillemi e të veprojmë si Krishti në gjërat që themi dhe bëjmë. God, strengthen us. Perëndi na forcon ne. Transform this situation. Transformo këtë situatë. Help us to see a breakthrough, Na ndihmo të shikojmë një lulëzim, a breakthrough in our marriages, një ripërtëritje në In our martesat homes. tona, në shtëpitë tona, in our careers, në karrierën tonë, in our communities, në komunitetet tona, in our nation, në vendin, në kombin tonë, in our world. në botën tonë. God, help us by faith Atë Perëndi na ndihmo me besim know that we will soar. të dim që ne do të fluturojmë lart. Help us to remember the words of Romans chapter 8, verse 28. Na ndihmo të kujtojmë fjalët e Romakëve 8:28 That you are working all things for good që ti po i bën të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë. for those who love you and have been called according to your purpose. Për ata që të duan ty dhe janë thirrur sipas qëllimit tënd. And Heavenly Father, if there should be anyone here today Edhe atë qellor, nëse dikush sot këtu who has not trusted in you as Lord and Savior, akoma nuk të ka besuar ty si Zot dhe shpëtimtari Jezus, or maybe they have trusted in you, but like me, they have run away. ose të kanë besuar ty, po si unë dikur janë larguar, Perhaps the stress of this world has caused them to turn their back and run from you. ndoshta streset, shqetësimet e kësaj bote i kanë bërë që të largohen prej teje. By your Holy Spirit, show them the way home. Përmes frymës së shenjtë, lutem kthej në shtëpi, trego rrugën për shtëpi. Give them faith to believe Jepu besim
and have new and abundant life. edhe të kenë një jetë të re dhe me bollëk. In Jesus' name, amen. Në emrin e Jezusit lutemi. Amen.